Në çdo kohë e në çdo vend kur I shkelin lirinë dhe të drejtat e lishme, se ka ulur kurrizin dhe asnjëherë si ka kthyer krahët armikut. Në vitet 70, në mendjen e diktatorit, lindi frika për një puç ushtarak të mundshëm, që sipas tij do të drejtohej nga gjeneralët dhe ministri I mbrojtjes I asaj kohe, Beqir Balluku, për të rrëzuar nga pushteti Enver Hoxhën. Sipas propagandës së kohës, kërcënimi u neutralizua në kohë, por në realitet shumë persona u pushkatuan ose u dënuan me burg pa pasur asnjë lidhje me një komplot të tillë, duke qenë viktima të paranojës së udhëheqësis. Autori e sheh si paradoks që sot e njëjta forcë politike, ndonse me tjetër emër, rikthen idenë e armiqëve të brendshëm, por këtë herë rolet janë përmbysur. Individ që dikur mund të kishin qenë viktima të sistemit, sot kanë pushkat dhe ndikim. Sipas këtij këndvështrimi, figura të rëndësishme si Edi Rama dhe bashkëpunëtor të tij, përfshirë Belinda Ballukun, dyshohet se po kërkojnë kundërshtar brenda radhëve të tyre. Në qendër të kësaj situate vendoset Elisa Spiropali, e cila paraqitet si një mbështetëse e fortë e kryeministrit, por që tani shihet si armike e brendshme. Pretendohet se ajo akuzohet për lidhje me faktor të jashtëm për të dobësuar liderin, ndonse nuk përballet me pasoja ekstreme si në të kaluarën, por me presion politik dhe institucional. Ngjarjet përshkruhen si një goditje politike ndaj saj, ku përfshihet edhe grupi parlamentar, I cili mund të marrë masa pas qëndrimit të Spiropalit në një votim të rëndësishëm. Në këtë narrativ, theksohet se kontrolli mbi institucionet dhe strukturat e pushtetit është I fortë, duke e bërë të pamundur çdo skenar destabilizues, ndërsa situata paraqitet si një përplasje e brendshme për pushtet dhe besnikëri.